Cassie Lang është një artist dhe ilustrator kinez që jeton në Holand, i njohur për krijimtarinë e karaktereve të veçanta dhe të çuditshme që prekin imagjinatën e fëmijëve dhe të rriturve. Ai veçanërisht është i njohur për krijimin e karakterit të Labubu, pjesë e serisë së tij të famshme The Monster, e cila është bërë një sensacion global përmes lodrave të kompanisë Pop Mart. Ai frymëzohet nga ëndrat, librat e fëmijëve dhe imagjinata. Ai ka punuar më parë edhe si ilustrator për libra për fëmijë përpara se të fillonte të krijonte figura lodrash koleksionuese. Labubu The Monster është njëra ndër figurat më të njohura, një krijesë me sy të mëdhenj dhe dhëm të vegjël, që mishëron qiltërsinë dhe egërsinë e fëmijëve njëkohësisht. Mirë po pse është bërë kaq shumë e famshme? Trende në TikTok e Instagram, shumë njerëz kanë filluar të postojnë video me Labubu në situata të ndryshme komike. Që kanë ndihmuar edhe në viralizimin e figurës. Ato shiten në dyqane zyrtare Pop Mart dhe në faqe Instagramit online AliExpress e të tjera. Çmimet për një figurë origjinale mund të jenë nga 10 deri në 100 euro në varësi të verzionit.